Mirë se vini në kanalin tonë në YouTube. Ja çfarë duhet të dini për ligjin e ri të faljes nëse keni taksa të papaguara. Ligji numër 86/2025 u jep qytetarëve dhe biznesave mundësinë të rregullojnë detyrimet e prapambetura vendore, duke fshirë ose ulur ndjeshëm detyrimet dhe duke falur gjobat dhe kamat vonesat. Pikat kryesore. Detyrimet deri në 31/12/2014 fshihen plotësisht pa pagesë. Detyrimet 1/1/2015 deri në 31/12/2019 dy opsione. Pagoni 50% të detyrimit kryesor deri më 30/6/2026. Pjesa tjetër falet. Pagoni 75% të detyrimit kryesor deri në 31/12/2026. Pjesa tjetër falet. Gjoba dhe kamat vonesa fshihet gjithmonë. Detyrimet 1/1/2020 deri në 31/12/2024 paguhet detyrimi kryesor plotësisht deri në 31/12/2026. Gjobat dhe kamat vonesat falen. Kush nuk përfiton? Subjektet e dënuara ose në proces gjyqësor, hetim penal për vepra tatimore ose doganore. E rëndësishme, formulari i deklarimit në e-Albania vlen për ligjin e faljes dhe për prona si përfaqe të padeklaruara me qëllim tregtar. Plotësojeni dhe dërgojeni deri në 30 qershor 2026 për të shmangur gjobat dhe kamat vonesat.